pyetjet për këta fëmijë të mrekullueshëm të shkollës Sevasteri. Ku janë? Larduar. Fort. Bravo. Komisari, ti e dhije kryetjela, ti e buka, ti e ajri, ti e drita, ti e kënga, ti e gjiri brenda gjirit, ti e malli, ti e brenga, ti e syri brenda syrit. Ti e dashuria ime, rënje ëndrësime je, ti e sofra që nuk shkelet, krye diell je atë dhe. Ti e guri ku ka gdhendur gjithë kujtesën historia, ti e djepi ku ka hedhur shtatin Shqipe, shqiptaria. Ti e pasuria ime, trashëgimi e pashtershme. Ti e krenaria ime në një emër të pavdekshëm. Mu në maj të universit, s'dua them Floriar. Dua vetëm që të roj e të vdes si shqiptar. Mi mbrëma Sevasteri! Për ullin për para jush dhe falenderit të gjithë për këtë ftes dhe këtë përzgjedhje për qënë sot, moderatore e këti aktiviteti madhështor, kulturor të trashëgimisë kullësjote, të këtyre njerëzve të mrekullueshëm që kanë ditur të tregojnë dhe të mbeten në emrin e historisë kombëtare shqiptare. Faleminderit që më bët pjesë të këtij aktiviteti. Urojmë që së bashku të kalojmë një mbrëmje të bukur dhe të këndshme. Le të mbetet kjo një mbrëmje e paharruar për të gjithë ju, por mbi të gjitha një mesazh shumë i rëndësishëm për brezat e rinj. Pikërisht, ky takim e ka emrin Takim Brezash, që njerëzit të njohin njëri tjetrin dhe fëmijët tuaj të takohen jo vetëm me vendlindjen, por me vëllezërit e gjakut të tyre. Është një kënaqësi dhe një nder i veçantë të jem sonte këtu në këtë skenë përballë njerëzve të këtij vendi. Dua ta nis të mbrëmje me një falënderim të sinqert për organizatorët e festës së Sevasterit,
të cilët më besuan për që nësonte moderatorja e kësaj mbrëmje. E vlerësoj këtë besim jo thjesht si një vlerësim profesional, por si një nder që më është bërë për të qenë pjesë e një nate që i kushtohet një vendi me histori, kulturë dhe njerëz që kanë ditur të ruajnë lidhjen me të. Të moderosh një festë të tillë do të thotë kesh në dorë jo vetëm mikrofonin, por edhe përgjegjësinë për të përcjellë me fjalë atë që ky komunitet ka dashur të thotë përmes kësaj mbrëmje. Ka vende që historia i shkruar në libra dhe ka vende që historinë e mbajnë të gjallë në kujtesën e njerëzve. Sevasteri është një prej tyre, një treve labëris, ku kultura nuk ka qenë kur dekor, por pjesë e vetë jetës, ku kënga, fjala, zakoni, mikpritja dhe mënyra të jetuarit janë përcjellë brez pas brezi, duke krijuar një identitet. Në këtë hapësirë të labërisë, historia nuk gjendet vetëm në dokumenta, ajo gjendet tek njerëzit, në rrëfimet e të parëve, në këngët që janë kënduar, në gëzime e në ditë të vështira, në sofrat ku janë mbledhur familjet, në vallet që kanë marrë jetë nga brezi në brez, ku Sevasteri është një prej atyre vendeve ku lartësia nuk e ka fituar dot betejën me kujtesën. Shumë prej njerëzve të tij janë larguar për të ndërtuar jetën e tyre, por largimi nuk e ka fshirë vetëlindjen, sepse ka vende prej të cilave mund të largohesh, por që nuk largohen dot prej teje. Dhe sonte jemi këtu pikërisht për këtë, për të mbledhur rreth asaj që na lidh, për të dëgjuar këngën e kësaj treve, për të parë të rinjt që marrin në duar atë që është besuar nga të parët dhe për të kujtuar se një kulturë nuk jeton sepse ruhet në një arkiv. Jeton kur dikush e merr, e ndihen si të vetën dhe e përcjell më tej. Sonte Sevasteri nuk do ta tregoj vetëm çfarë ka qenë, do ta tregoj çfarë vazhdon të jetë. Dhe nuk ka mënyrë më të bukur për ta nisur këtë natë se sa me vajzat e shkollës që Ani Nuredini që ne i patëm në këtë skenë dhe bën hapjen e kësaj mbrëmje. Një duar trokitje të fortë për vajzat e shkollës së Sevasterit, sepse ato janë një nga përgjigjet më të bukura të kësaj mbrëmje. Tradita nuk ka mbetur pas nesh, ajo është ende këtu në hapat e tyre, në vallen e tyre, në zërin e këtij brezi. Ti përshëndesim edhe një herë me një duar trokitje dhe përshëndesim në mënyrë të veçantë udhëheqësen artistike të tyre, mësuesen Sonila Tragaj, që përgatit këta fëmijë të mrekullueshëm sot. Uroj të kalojmë një mbrëmje të bukur dhe jam e sigurt që do ta dashuroni dhe do ta mbani mend gjatë këtë mbrëmje të sotme. Kalofshim bukur të gjithë. Mine nënës, aty shpirti gjën shërim, ila që për plagët e zëmrët. Se pas në vëshat, të ka përve të lashte ke historinë, fleta mantja mbi kala, shkallët me gurë mbi Londinë, shekuj të lanë gjurmë të mbi ta. Të lashte ke të me shumë vlera, të rëndo siguri themelit, besën të japin një herë, si petimi pejgamberit. Malita shto në madhështinë, si gjerda në gurët e zallit, vjosa të jepë bukurinë, bekim nga kuror e malit. Malita shto në madhështinë,
Shta të njërat e lëveri, shta të fshatrat e thevasterit. Me atë zë që përfaqëson komunitetin, njerëzit dhe shtëpit që sonte kanë hapur dyert për të pritur të gjithë ata që janë kthyer në Sevaster. Kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj në fjalën e mikpritjes dhe të hapjes të zotin e shtëpisë, kryeplakun e fshatit Sevaster, zotin Luhan Mahilaj. Faleminderit për pjesëmarrjen në këtë fest madhështore të Sevasterit dhe tërë Kullësit. Sevasteri ka qenë një fshat me tradita, me zë, për të gjitha cilësitë e tija. Themi që data 12 gushti çdo viti të mbetet festa e Sevasterit. Ju faleminderit për pjesëmarrjen, të kalojmë një natë sa më të këndshme. Kënga Labe në Sevaster nuk ka qenë thjesht një formë artistike, ka qenë kujtesë, histori, dhimbje, gëzim dhe një nga shprehjet më të fuqishme të identitetit të kësaj treve. Përpjekjet për krijimin e një grupi të mirëfillt morën një zhvillim të ri pas viteve 90, ndërsa në vitet 2000 dhe 2002, Sevasteriot të shpërndarë në Vlorë e Mëgjër u bashkuan me një qëllim të përbashkët, të ringjallin dhe të përfaqësonin këngën e vendlindjes. Në atë periudhë u krijuan dy formacione, grupi i të rriturve dhe grupi i të rinjve, të cilët nisën me punë dhe përkushtim për mbledhjen dhe përpunimin e këngëve e vargjeve të traditës sevasteriote dhe kudhësiote. Në këtë rrugtim dhan kontributin e tyre dhe mësuesi Idai Lamaj për përzgjedhjen dhe përpunimin e teksteve dhe mësuesi Avdul Shehaj. Në përzgjedhjen e zërave, përvoja e figurave si Telo Shameti dhe Kastriot Kamberi, të cilët kishin dhënë kontribut edhe në vatrën e kulturës së Sevasterit, ndihmoi që grupi të rriturve të merrte përfaqësimin e parë të Sevasterit në Festivalin Folklorik Kombëtar të Gjirokastrës. Më pas dy formacionet u bashkuan dhe zërat më të mirë krijuan një grup të vetëm. Me mbështetjen e biznesit të kohës, veçanërisht të vëllezërve Kamberi, grupi u konsolidua dhe zëri i Sevasterit mori jehon edhe përmes një videoklipi të realizuar për grupin, që prej asaj kohe grupi i këngës Labe të Sevasterit ka përfaqësuar dhe insisht krajinën Kudhës Grehot në aktivitetet kulturore dhe në festivalet folklorike kombëtare, duke përcjell këngën e kësaj treve në skena të rëndësishme. Gjatë rrugtimit të tij ka marrë certifikata, vlerësime dhe çmime, ndër të cilat çmimin e dytë akorduar nga juria ku bënte pjesë edhe artisti i merituar profesor Zhani Xhiko, si dhe çmimin e parë të festivalit folklorik të Labërisë, organizuar në Kot nga Bashkia Selenic. Por ajo që e bën të vërtet të rëndësishëm këtë grup nuk janë vetëm çmimet, është fakti se për më shumë se 2 dekada ai ka bashkuar burra, gra dhe të rinj rreth të njëjtit zë. Ka lidhur breza dhe ka mbajtur gjallë një trashëgimi që i përket gjithë krahinës. Grupi i këngës Labe të Sevasterit nuk ka ruajtur vetëm një këngë, ka ruajtur një identitet. Dhe sonte ky zë është përsëri në shtëpinë e vet. Bëra një hapje të grupit Lab të Sevasterit edhe një duar trokitje për këtë performancë të mrekullueshme. Tani kam nderin të ftoj në këtë skenë zotin Xhemal Selami, një vend nuk përbëhet vetëm nga ajo që shohim. Ai jeton edhe përmes njerëzve që mbajnë kujtimet e tij, që kanë parë kohë të ndryshme dhe që e kanë ndjekur rrugtimin e këtij komuniteti dhe kanë ndërtuar historikun e tij duke lënë atë trashëgimi të dokumentuar në breza. Për një përshëndetje të veçantë në këtë mbrëmje, ftoj ish mësuesin, i cili ka rritur dhe ka edukuar breza dhe breza, zotin Xhemal Selamaj. Para së gjithash, dua të falenderoj djemt Sevasteras që organizuan këtë fest kaq madhore, e cila për mendimin tim e dëshirën time duhet të jetë gjithmonë çdo vit të jetë e përditshme. Ka emocione, thotë, dëgjoni. Të nderuar pjesëmarrës, unë, Xhemal Selamaj, biri i këtij fshati të nderuar, përshëndes nga zëmbra të gjithë bijtë dhe bijat e Sevasterit që kanë ardhur në këtë fest kaq të madhe. Është një nder dhe privilegj i veçantë për mua që më jepet rasti të përshëndes të gjithë pjesëmarrësit që kanë mboshur sheshin plot. Kam punuar si edukator i brezit të ri
në rrethin e Krujës, në shkollën ushtrimore, në qytet, në fshatin Paro, në Zeqe, Laç, Krujë, Milot, dhe përfundimisht Sevaster sa dolën në pension në vitin 1990. Sevasteri, të dashur bashkëfshatar, është rreth 40 km larg nga qyteti i Vlorës, por është konsideruar si një qytet në vete pasi ka pasur 350 shtëpi dhe rreth 2500 banor. Shumë sevasterë janë larguar në një kohë në kohën e Turqisë sepse luftoheshin për të ndryshuar fen, gjuhën dhe zakonet. E gjithë zona ka qenë të krishterë. Kjo duket nga disa emërcime që përdoren edhe sot e kësaj dite si qishat e toze, gropat e kaurit, dyqani kaurit. Në Sevaster, në vitin 1924, në tetor, pa u çlirur Shqipëria, u mblodh shoqata antifasciste e arsimtarëve për qarkun e Vlorës. Qëllimi i kësaj konference ishte hapja e shkollave dhe kurseve kundër analfabetizmit. Sevasteri si krahin përbëhet nga 7 fshatra: Sevaster, Shkoj, Mazar, Golimbas, Dushkarak, Lezhën, Amolic edhe Ploç. Fshati Sevasterit përbëhet nga 10 lagje të mëdha. Lagja e Qope, lagje e Hoxhe, lagje e Gjake, lagje e Mare, lagje e Marice, lagje e Shehe, lagja e Proke, lagja e Rustame, lagja e Goske dhe lagja e Marke. Në ditën e sotme është për të ardhur keq se fshati ynë ka mbetur pothuajse 10%, pasi shumica janë larguar në kërkim të një jete më të mirë. Sot më 12 gusht 2026, Sevasteri bashkon breza për të njohur me njëri tjetërin, masi një kohë shumë të gjatë. Jam i lumtur që pas ka shumë vitesh, fshati Gumzin dhe ka jetë sonde. Të gjithë bashkëtarët tanë, ku do që ndodhen, i janë bashkuar kësaj nisme që festa e Sevasterit sot të jetë një takim i vërtet brezësh, një ditë gëzimi, një krenari për të gjithë sevasterët. Sot në këtë ditë gëzimi, të gjithë pjesëmarrësit e kësaj feste të madhe, po buzëqeshtin si asnjëherë tjetër në këtë fushë të mbushur plot tepër plot me kullësion, të ardhur nga brenda dhe nga jashtë Shqipërisë. Koha kalon, por kujtimet mbeten gjithmonë. Këto kujtime në gjurmë të pashlyeshme në rrjedhën e jetës është detyra jonë si të përcjellin këto kujtime brez pas brezi. Kjo nisëm e re është diçka shumë pozitive dhe shpresojmë dhe urojmë që rinia dhe ardhmja e saj të bëhet shembull dhe frymëzim për të gjithë brezat. Sevasteri ka ditur gjithmonë të përcjell ndër breza traditën e këngës labe, polifonin dhe vallet tradicionale, shpirtin fisnik dhe dashurin për vëndlindjen. Kjo është pasturia jonë me madhe për të rinjt të marrin në dorë amanetin e të parëve tanë dhe të çojnë më tej me krenari dhe dignitet. Të dashur bashkëtarë, sevasterët, le të buqas këngë labe dhe vallja në fshatin tonë Sevaster, të bëhet kjo fest e bashkimit të brezave në shembull për të treguar botës se si festojnë neve. Kaloshin sa më bunë, sonde, ju faleminderit. Faleminderit profesor. Për këto rreshta që vut në dispozicion edhe të këtij publikut mrekullueshëm. Dhe një duar trokitje për profesorin.
Dhe tani do të kalojmë tek një nga momentet më të rëndësishme të kësaj nate, vazhdimsinë e brezit. Sepse një tradit nuk matet vetëm me atë se sa bukur e kujtojmë të shkuarën, matet me atë se sa të rinj janë gati ta marrin atë në duar dhe ta çojnë përpara. Djemt e shkollës Qanin Nuredini janë pikërisht ky brez që nuk vinë vetëm për të dëgjuar këngën e të parëve, po për ta bërë atë pjesë të zërit vet. Ata janë pasuesit dhe trashëguesit e këngës Labe. Dhe prania e tyre sonte është një mesazh i fortë. Ajo që është ndërtuar ndër breza mund të vazhdojë të jetojë, nëse brezi i ri e ndihen si të vetën. Në drejtimin artistik të zotit Dofrim Tragaj, le t'i presim ata me një duar trokitje, djemt e shkollës Qanin Nuredini. Ambani do të ndezim zjarre flakë, këngëvën që këngë ta bani, një loj si burat e parë. O klemate të bani, do të ndezim flakë zjarë, këngëvën që këngë ta bani, një loj si burat e parë. Sevaster o malë mbi malë, kudhës greho ty të thonë, shati bukur, shati rallë, kënga Labe mjallë të buronë. Sevaster o malë mbi malë, kudhës greho ty të thonë, shati bukur, shati rallë, si qilim gurët e zalit, shko në vjosa ujë kristal, kur ora në majët të mali, i bekom shatar të meradë. Si qilim gurët e zalit, shko në vjosa ujë kristal, i bekom në majët të mali, s'ka dhe zgjenë si Sevasteri, ku vjenë era trëndelinë, gjyra si Ylberi, këtu shpirti gjenë shërimë. S'ka dhe zgjenë si Sevasteri, ku vjenë era trëndelinë, gjyra si Ylberi, Bravo. Të jetës së një familje, motra dhe vëllai, dy njerëz që kanë ndarë të njëjtën shtëpi, të njëjtën fëmijëri, të njëjtat kujtime dhe sonte ndajnë edhe të njëjtën skenë. Sepse kënga është edhe familje. Ajo shpesh nis në shtëpi, në një tavolinë, në një gëzim, në një dasëm, në një mbrëmje kur dikush këndon dhe tjetri e ndjek. Sonte këtë lidhje do ta sjellim përmes dy zërave të mrekullueshëm që do të ngjiten së bashku në skenë, motër e vlla me origjinën e tyre nga Sevasteri, Gerta Mahmutaj dhe Kleti Mahmutaj. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve. O zot, sa shumë emocione. Do doja që fillimisht të falenderoja shumë organizatorët e kësaj feste të mrekullueshme, në veçanti Edin. Edi, të falenderoj shumë që më ke bërë pjesë të këtij koncerti. Unë jam bi Sevasteri edhe në fakt ta dini sa shumë emocione kam tani, jam duke u dridhur. Unë jam për ata që s'më njohin, jam besa e babait tim Barjamit, besa e Xhaxhi Selamit, e Xhaxhi Basjarit, jam bie këtij vendi. Do doja të dëgjoj një duartrokitje se realisht kam shumë emocione. E dua shumë këtë vend. Edi, falenderit. Ky është vendi i rrënjve të mia edhe të Kletit. Edhe ne i kemi syt me lot, që është e vërteta. Po më mirë se të qaj, më mirë të këndojmë edhe të festojmë sot. Do të këndojmë një këngë tonën, në fakt. Ajo është një dedikim për gjithë vëllezërit edhe motrat tona, kështu që do ta këndojmë këtë baladë dhe pastaj do t'ja marrim një vallë, Kleti. Jemi gati, Angelo?
vet, s'do kuptoje, s'do pranoje, unë si ta vet. Unë e di, disa herë unë e kam parë një zemër të ndarë. Në ditar ti më fal, kam gabuar, por kam frikë se s'do qesh më kom për mua. S'më dhëret zemra ime, jema shumë jeta ime. Në premtim viteve i them, kur të ndash do t'jemi, do t'a fshej mund dhe ti. Në ditar një dashuri, është premtimi ynë i parë, ne të dy do t'jemi kur të ndash. Dhe sa herë të ndjesh vetëm, vizatoje ti një zemër, e vendos në të gjithë gjyrat që kërkon në jetën tënde ti. Dhe sa herë të ndjesh vetëm, vizatoje ti një zemër. Unë e di, disa herë unë e kam parë një zemër të ndarë. Në ditar ti më fal, kam gabuar, por kam frikë se s'do qesh më kom për mua. S'më dhëret zemra ime, jema shumë jeta ime. Një premtim viteve i them, kur të ndash do t'jemi, do t'a fshej mund dhe ti. Në ditar një dashuri, është premtimi ynë i parë, ne të dy do t'jemi kur të ndash. Dhe sa herë të ndjesh vetëm, vizatoje ti një zemër, e vendos në të gjithë gjyrat që kërkon në jetën tënde ti. Dhe sa herë të ndjesh vetëm, vizatoje ti një zemër. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, për të gjithë ju që keni dëshirë t'ja merrni valle, se unë duke qenë se jam vajzë labërie, do t'a këndojmë Labëri moj s'ka si ti. Kështu që jeni të mirë pritur të kërcejmë bashkë.
Pas çdo skene ka njerëz që kontribuojnë në mënyra të ndryshme dhe që besojnë se një komunitet meriton të ketë ditët e veta të bukura. Sponsori dhe kontribuesi nuk është thjesht dikush që ndihmon financiarisht një aktivitet, është dikush që zgjedh të bëhet pjesë e tij. Që vendos të jap diçka nga vetja për një ngjarje që i përket një komuniteti të tërë. Dhe kjo mbështetje ka vlerë sepse pa të, shumë ide do të mbeteshin vetëm dëshira. Prandaj mirënjohja jonë sonte shkon për të gjithë sponsorët dhe kontribuesit e festës së Sevasterit. Faleminderit që besuat te kjo festë dhe që u bët pjesë e saj. Një duar trokitje të fuqishme për gjithë sponsorit. Por ata që e kanë sjellë në këtë formë kaq të mrekullueshme këtë skenë, këtë amfiteatër, të mbushur plot emocione dhe element që i përkasin trashëgimisë. Agruze Nelaj, një duar trokitje. Edmond Binaj, një duar trokitje, se janë pa para. Hasan Hysejnaj, Rait Shehaj, Bujar Pashaj, Artan Haxhiaj, Roland Koxhiaj dhe Salo Kanaj. Një duar trokitje të fuqishme për organizatorët. Përshëndetje të gjithëve të pranishme në të shesh madhështor. Do them që këtë e bën vetëm Sevasterit dikush do ndjetë mirë. Po kjo bëhet për Sevasterin dhe Sevasteriot din se kur bëhen bashkë. Edhe një përshëndetje të veçantë unë do ta bëja për të gjithë banorët e fshatra përreth Sevasterit, për miq dhe dashamirës që sot janë këtu dhe festojnë së bashku me ne, po dhe një përshëndetje të përzemër. Unë kam për të gjithë Sevasteriot që sot nuk mundet të jenë këtu për arsye të ndryshme, po me shpirt dhe me zemër janë së bashku këtu me ne. Sevasteri ka qenë një zë i dëgjuar dhe një emër shumë i respektuar, jo vetëm në Vlorë, po në të gjithë Shqipërinë. Dhe kjo fal kontributit të burrave dhe të djemve të Sevasterit në kohë të ndryshme. Dhe kjo, dhe ndaj tyre neve do t'jemi shumë minjohës ndaj historisë sonë të lagdishme, ndaj brezave tanë të parë. Unë do të shtoja ose do të doja të thoja që unë jam shumë falënderues. Unë jam shumë falënderues dhe shumë minjohës ndaj bashkëshatarëve të mi,
Sevasteriot, me mbështetjen e tyre që më kanë dhënë dikush me votë drejt për drejt dhe dikush tjetër me mbështetje indirekte. Ndihem i privilegjuar, jam ndjer i privilegjuar dhe me fat që kam qenë drejtues i këtij komuniteti të mrekullueshëm. I privilegjuar sepse kam drejtuar një komunitet me shumë vlera, por dhe me fat sepse Sevasteri ka pasur, ka dhe do të ketë burra që t'i dalin zot, jo vetëm komuniteti Sevasterit, por edhe Vlorës. Dhe kam cituar dhe në vendet e tjera dhe në skenat e tjera. Pa dhe njerë, jam ndjer shumë i privilegjuar dhe shumë me fat që kam qenë në kryet të një komuniteti shumë të mrekullueshëm, shumë fisnik. Do të doja që këtë mbrëmje ta mbyllim ashtu siç na ka hije ne Sevasteriotëve, me këngë, me hare, edhe me harmoni që kemi pasur dhe këtë do ta zotëm ne sot këtu, në të shesh, dhe jam i bindur këtë. Unë do të uroj që kjo që nisi sot këtu dhe fal jush në një pjesëmarrje kaq masive që i arritën shumë vlerat, që do vazhdoj dhe të ngelet një fest tradicionale e Sevasterit, nëse do ta kemi mundësi dhe besoj se këtë mundësi ne krijojmë së bashku. Në fund të thoshja, Zoti i ndihmoft dhe i bekoft Sevasterin dhe Sevasteriot kudo që janë dhe punojnë. Ju faleminderit. Në këtë mbrëmje ku po takohen njerëzit, kujtimet dhe historia e një komuniteti, kemi dhe përshëndetjen e një tjetër figure që ka qenë pjesë e drejtimit të Bashkisë Selenicë. Ftoj në skenë ish kryetarin e Bashkisë Selenicë, zotin Plumbinaj. Ndati ty të ka me letër, kështu i ke moshu mërzist. Të dashur bashkëshatar, të nderuar miq, motra dhe vëllezër, të dashur të rinj dhe të reja, mi se keni ardhur në Sevasterin ton. Sot është një ditë e veçantë, një ditë gëzimi, por dhe një ditë kujtese, një ditë takimi, por dhe rikthimi, një ditë ku rrugët që na kanë çuar në Vlorë, në Tiranë, në qytetet të tjera të Shqipërisë, apo shumë larg vendit ton, na sjellin përsëri këtu, në shtëpi, në Sevaster. Së pari dua të falenderoj me gjithë zemër grupin organizator dhe të gjithë ata që kanë kontribuar që sot jemi së bashku, sepse në kohët që jetojmë, ku secili është zënë me punën, familjen, hallet, distancat dhe ritmet e jetës, të arrish të mbledhësh njerëzit pranë njëri tjetrit është një vepër e bukur, dhe akoma më e bukur është kur ajo që na mbledh është vendlindja. Të dashur miq, kur në Sevaster, kullës greot, në këngë, në këtë vend të bekuar nga Zoti, ngriti mbi gur stralli, poshtë furçt e sipërmal, sot nuk jemi mbledhur vetëm për të festuar, jemi mbledhur për të kujtuar kush jemi. Sepse njeriu mund të largohet nga vendlindja, por vendlindja nuk largohet kurrë nga njeriu. Mund të ndërtojmë shtëpi në qytete të tjera, mund të jetojmë për vite jashtë Shqipërisë, fëmijët dhe niprit tanë mund të lindin larg këtij vendi, por ekziston diçka që nuk ndryshon, rrënjët. Dhe rrënjët tona janë këtu, në këtë tokë, në këta gure, në këtë kodra, në ujtë e këtyre burimeve, në emrat e fëmijëve tanë, në këngët që kemi dëgjuar nga prindrit tanë, në historit që na tregonit gjyshrit pranë Xhakut. Rrënjët janë te mënyra se si e presim mikun, te mënyra se si mbajmë fjalën, te mënyra se si gjendemi njëri tjetrin kur kemi gëzim dhe sidomos kur kemi hall. Sot, kur shoh fytyrat tuaja, nuk shoh vetëm njerëzit që ndodhen këtu përpara meje. Në fytyrat tona shohim diçka nga baballarët tanë, nga nënat tona,
nga gjyshrit dhe stërgjyshrit tanë. Shumë prej tyre sot nuk janë fizikisht mes nesh, por unë besoj se në një mënyrë sot janë këtu, janë në kujtimet tona, janë në emrat që ju kemi vendosur fëmijëve, janë në shtëpit që kanë ndërtuar, në pemët që kanë mbjell, në muret që kanë gëdhëndur, në këngët që kanë kënduar, në rrugët ku kanë ecur mira herë, prandaj sot, nga kjo fest, le të dërgojmë dhe atyre një përshëndetje. Nderim dhe mirënjohje për të gjithë ata burra dhe gra të kësaj treve që jetuan para nesh dhe na lanë trashëgimni emrin, familjen, tokën dhe dignitetin e tyre. Sevasteri dhe gjithë Gullës Greoti janë bekuar edhe nga natyra. Mjafton të ngërsh syt, mali Kullëzit që qëndron madhështor mbi ne, si ku prej sheku shëruan njerëzit e kësaj ane. Burimet me ujrat e ti, poshtë vjesa që kalon krenari dhe i jep gjithë jetë trevës. Fusha, kodra, gjelbrimi, pemët, gurët dhe rrugicat, për dikë që vjen për herë të parë këtu, mund të jetë thjesht një peisazh i bukur. Për ne janë shumë më tepër, janë kujtime. Një pemë mund të kujtoj një gjysh, një shtek mund të na kujtoj fëmirin, një burim mund të na kthej 50 vjet pas, një shtëpi prej guri mund të na sjell përpara syve një familje të tërë ku është privilegji i vendlindjes. Çdo gur ka një kujtim dhe çdo rrugë ka një histori. Por historia jonë nuk fillon me ne. Ajo vjen nga shumë lartë. Atje në balë që ndorën Amantja, dëshmia e lashtësisë dhe kytërimit të kësaj treve. Gurët edhe saj dhe stadiumi Lash na kujtojnë se përpara nesh në këto troje kanë jetuar, kanë punuar, kanë dashuruar, kanë luftuar dhe kanë ndruar brezat të tërë njerëzës. Dhe historia na jep një mësim shumë të madh. Ne kalojmë, por vendi mbetet. Prandaj kemi një detyrim ndaj fëmijëve tanë, atë që morëm nga të parët të harrojmë, dhe nëse mundem t'u lëmë më të mirë brezave që do të vinë pas nesh. Kjo trev ka nxjerrë gjithmonë njerëz të zotë, mësues, buq, blektor, veteriner, diplomat, zot teknik, agronom, përfaqësues të drejtësisë, gurgëdhëndës, ndërtues, oficer, drejtues, profesionist të shumë fushave, burra dhe gra që kudo ku kanë punuar, kanë marrë me vete dhe emrin e vendit të tyre. Të gjithë kanë punuar dhe kanë përfaqësuar Sevasterin me punë, me fjalë, me bes, me nder. Këto janë pasuri që nuk blihen me lek. Urime këngëtarëve, atyre që kanë ruajtur kujtesën tonë, por dua të veçoj këto zëra të bukur të rinj, ngertën dhe dehen, të cilat janë zëra që na nderojnë dhe krenojnë në skenat e të gjithë vendit dhe më gjërë. Kur juve këndoni në skena, ne këtu ju ndjejmë dhe themi ju jeni krenaria jonë. Vëllezër dhe motër, një mesazh për të rinjt, që të mos ta këpusin këtë fillin e bashkëpunimit, e janë këtu, sillni fëmijët tuaj, njini me historinë e të parëve tuaj, se s'ka më bukur, të bashkuar, të dashur bashkëqatar. Shumë prej jush dhe prej nesh kemi ardhur nga vende të ndryshme. Nesër do të largohemi përsëri, por të doja që secili të marrë me vete diçka nga kjo ditë. Jo vetëm një fotografi, jo vetëm një video në telefon, por një ndjenjën e përkatësisë, ndjenjën se pavarësisht se ku na çon jeta, ekziston një vend ku nuk kemi nevojë të prezantohemi, një vend ku i moshuari mund të shohë dhe të thotë: ti je djali i filanit, ti je vajza e filanit, ti je nipi asaj shtëpie,
dhe me një fjalë të vetme të lidh një brez të tërë dhe fillon kuvendimi. Vëllezër dhe motra, kurora e malit, bekoft Sevasteriot kudo që janë dhe fëmijët e tyre. Zoti bekoft këdo, nderim me të parve tanë, shëndet dhe jetë moshuarve, suksese dhe mbarësi të rinjve tanë, me një zë të fort dhe të fuqishëm, suksese dhe urime, faleminderit të gjithve. Do të thras tani në këtë sken një 11 vjeçar me origjinë nga Sevasteri, David Dalana, i djali i Ardi Neso Dalanit. Ai është 11 vjeç, por a e dini çfarë ka ndodhur? Ai është autori një libri për fëmijë vetëm 11 vjeç dhe meriton që të ketë një duartrokitje shumë të madhe. Davidi sot do të interpretoj një poezi, një krim të tij që e ka bërë për fshatin, por përpara se unë ta lejoj që ai të interpretoj, do të lexoj diçka rreth biografisë së David. David nuk shkruan thjesht histori, ai ndërton ura midis epokave që shkenca nuk i bëri kurrë bashk. Nga ky vizion i guximshëm i lindur nga mendja e një fëmie tërësisht origjinal, erdhi në jetë edhe libri i tij, romani debutues në gjininë e shkencës fantastike, si një autor i ri që refuzon rrugët e rraura dhe kornizat e gatshme. David sjell në letërsi një zë të freskët, plot dritë dhe imagjinat që nuk njeh kufi. Ai dëshmon se mosha nuk është pengesë për të krijuar universite të mëdha, ku çdo faqe mban frymën e një aventure të vërtetë, tokë pas fluturimeve të tij imagjinare. David ndodhet nga bota që e rrethon, sepse për një mendje si e tij, udhëtimi i radhës drejt të panjohurës ka filluar tashmë. Një duartrokitje të madhe për David, që të kalojnë dhe emocionet e poezisë dhe krijimit të tij për fshatin në Sevaster, apo jo, për atë i ke. Mirë, s'kena për ty. Kur unë vi në këtë vend, fluturoj si një pënd. Njerëzit bashkojnë breza, Sevasteri bashkon zemra. Nga më i riu tek më i vjetri, nuk ndahemi nga njëri tjetri. Këtë perë mund ta çlirojmë, nga vetmia te gjallëria, që ai të deliroj, sepse vetëm nuk mund ta lija. Pas tokën e tharë dhe pemët e thyera, me vete unë pyeta. Këto pemë të shkretuara dhe kjo pamje e trisht, pse duhet të presim deri për vit të brisht, ta rregullojmë, të shkoj përmbar, dhe dëshira më është plotësuar. Sevasterit i duhen bitë e tij dhe ne na duhet ai. Faleminderit. Sa 11 vjeçar kemi këtu në këtë shesh? Të ngërën duart lart gjithë. Edhe një përqafim për Davidin dhe për gjithë ju që jeni aty. Faleminderit David, sukses e zemër. Merr edhe librin. Faleminderit për këtë emocione. Tani do të vazhdojmë këtë skenë dhe këtë emocion sërish me një këngë të kënduar nga grupi Labi Sevasterit, sepse traditë e festave të tilla si takim breza, kënga Labe zëvën gjithmonë. Grupi Labi Sevasterit. Nëse soka ku të shkoje, lese të mbi lesete, me syne si më shajtove, në zëmër më mbete. Nëse soka ku të shkoje, lese të mbi lesete, me syne si më shajtove, në zëmër më mbete. Ma në mëngje nëse që ma pishe, me këto marifete.
me reze, ama në zemra nëse që ma more, për ty flasë me vete. Nëse më rëtër për tome, se djeve reze, ama në zemra nëse që ma more, për ty flasë me vete. Edhe kur është zbuluar talenti im, më falë që flas pak për veten, po e ndi që dua të them dy fjalë sepse kur nuk më zhvillon mundësia për të folur për vendin tim, për veten time dhe për aty ku rrita. Kur u zbulua talenti im, kënga e parë që kam kënduar ka qenë Çoban e Sheleljeve, një nga këngët të cilat u bë shumë virale në rrjetet sociale. Dhe kjo që ndodhi faljush, kështu që ta themi si fillonte. Çoban e Sheleljeve, çoban e trime moj, yllo moj yllira. Çoban e Sheleljeve, çoban e trime moj, yllo moj yllira. Çoban e Sheleljeve, çoban e trime moj, yllo moj yllira, yllo moj yllira. Kjo këngë ishte vetëm në prezantim. Kënga e dytë do filloj shtruar pogonisht ashtu siç na ka vendi.
posaçërisht për vendin aty ku rritëm. E keni të vërë Rokiti, lutem. Aty ku ma indi nana, aty ma aty pije, aty ma flotu non sema, aty ulema aty pije. Aty ku ma indi Aty
gati të këndojmë të gjithë, unë e them ndryshe himnin e dashurisë. O moj fëtëre shtëpisa, zemra ime të do shoma, në do me mishe me shpirta, o thot me një pilosi jona. O moj fëtëre shtëpisa, zemra ime të do shoma, në do me mishe me shpirta, o thot me një pilosi jona. Kushka të shorina, të shuri amore t'jala, bëjtë kone patala, lësi unë lësi tina, lësi kushka të shorina, të shuri amore t'jala, bëjtë kone patala.
Faleminderit shumë për zemërsisht. Po bëjmë një pauzë të vogël dhe do vazhdojmë ta djegim sepse kemi akoma numrat e tjerë të cilët duan të performojnë edhe të urojnë spektaklin e ju. Faleminderit. Në vëllëndje. Soj me një duar trokitje të madhe, Agron dhe Nelaj. Unë na vëroj më qroj Mose po të pusën të ne Lansa mo si do duroj